Kuvendi futi në renditje zgjedhjen e kandidatit për avokat të popullit. Është paraqitur në kërkesë për tërheqjen e nënshkrimit të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike mbi mbështetjen e kandidatëve për avokatin e popullit. Gjithashtu kjo shkresë kërkon që të mbahet në konsiderat qëndrimi i tyre edhe pse kjo çështje ende nuk e ka kaluar për shqyrtim dhe miratim seancë plenare. Duke qenë para faktit se Komisioni Përgjegjës për çështjet ligjore dhe administratën publike ka përfunduar procesin e shqyrtimit kandidaturave për avokatin e popullit dhe i ka përcjell seancës plenare për votim 6 kandidatura, të cilat kanë plotësuar kriteret ligjore. Kjo pikë është përfshirë në rendin e ditës. Por opozita kundërshtoi planin e shumicës socialiste dhe akuzoi majorancën se po zgjedh kandidatin e Edi Ramës, Endri Shabanin. Në listën e kandidaturave janë 26 kandidatura, por sigurisht aty ndodhet dhe lepuri i Surelit, në këtë rast Endri Shabani, i cili sot po plotson dhe po çon deri në fund skenarin e kësaj mazhorance, të paralajmëruar javë më parë në këtë foltore se avokatin e popullit këtë radhë do ta merrte Partia Socialiste. Qëndrimi ynë sot është i qartë. Partia Demokratike nuk merr pjesë fare në këtë farsë për sa kohë nuk tërhiqni emrin e Endri Shabanit nga lista e propozimeve. Kandidaturat zyrtare të Partisë Demokratike në zbatim dhe të vendimit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë zonja Adriana Kalaja dhe zoti Besim Drejgjoni. Akuzat e ashpra u drejtuan në adresë të mazhorancës edhe nga lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha. E keqja banale e kombit jeni ju. Me qenë se duhej patjetër që ai që zoti Kliçi e quajti lepuri i Surrelit, kurse unë do ta quaj jo lepuri i Surrelit, po opozita e emëruar apo e dështruar, që duam, opozita që duam, kishte marrë firma dhe tani përmbysni vendimin. Vetëm e vetëm që të grabisni avokatët e popullit. Blendi Klosi, deputeti i Partisë Socialiste, akuzoi opozitën se nuk do që Shqipëria të bëhet shtet dhe se po shkel marrëveshje që i ka firmosur dekada më parë për zgjedhjen e avokatit të popullit dhe presidentit të Republikës. Sipas filozofisë sonë, të shprehur qartë nga lideri themelues Vadosnano, ne dorëzojmë pushtet për të bërë shtet. Dhe avokatin e popullit ndërtuam të tillë që të vinë si një avokat konsensual, për të pasur mundësinë që një pjesë e asaj çfarë quhet pushtet të jepet për ndërtuar shtet. Kjo është ajo filozofia jonë mbi cilën ne funksionojmë. Ish-kryetaria e Kuvendit, deputetja e Partisë Demokratike, Jozefina Topalli, përgënjeshtroi Klosin për marrëveshjet dhe deklaroi se Shqipëria është ndruar në një narkoshtet që rrëmben të gjitha pushtetet. Keni futur për të votuar një emër për cilin janë tërhequr të gjithë firmat. Ju gënjeni kur thoni se drejtësia është e pavarur. Ja, këtu keni deputetin që e keni pas për vetingon. E keni përdorur për të hequr të gjithë ato që mendoshit se nuk ju shërben ju dhe pastaj e keni ba. E keni ba deputet. E keni ba shërptor të pushtetit. Ky nuk mund të jetë avokati i popullit. Ky është avokati i pushtetit. Po kjo është narkoshtet, absolutisht është narkoshtet. Taulan Balla reagoi në emër të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke shkaktuar debat me Flamur Nokon në përgjigje të etiketimeve që Partia Demokratike i bëri Endri Shabanit. Asnjëri prej folësve deri tani nuk ka sqaruar publikun përse kjo çështje duhet të iki nga rendi i ditës. Dëgjova batuta, dëgjova tallje, njëri fliste për Lepuj, po hyt ke Lepujt, duhet flisni edhe për Zagarët, sepse Lepuri në pritë e qit Zagari. Dhe po i hyt këtij diskutimi, bujrum se do ju lexojun listën pastaj. Ju lexojun listën. Ti flet për Lepuj, unë do flas për Zagar. Po i hyt kësaj pune. Prandaj ta tregojun. Po, tani. Ju të pëlqeu, u frymëzove ti. Tani shiko kur dëgjon një parafolës këtu, e di çfarë mendon njeriu, çfarë masakrimi i keni bërë ju deputetit të Kuvendit të Shqipërisë. Masakër. Është masakër, ja, edhe kjo tjetra. I keni një 3-4 këtu që e keni katandis emrin e deputetit në atë pikë sa njeriu normal thot, ore, s'mund të jem më deputet me këta. Kandidatët janë në raportin e komisionit,
po ashtu janë dhe fjalët, sepse ne themi që po ju takon juve, e vetmja gjë që ka avulluar është në shkrimi juaj. Dhe unë nuk e kuptoj se si juve që nuk mani dot peshën e një gare mes 6 kandidatët që i keni sjell vetë, do mani peshën e premtimeve elektorale që do bëni dhe pak më pak. Duhet të na kursej kohën të gjithve dhe të na thot, a i qëndrojnë vullnetit politik që kandidatura për avokatin e popullit të vi nga opozita, apo do të zgjedh me shumicën e kartonëve? Është e qartë gjithashtu që ju keni vendosur ta rrëmbeni avokatin e popullit. Deputeti Lëvizjes Bashk u habis se si Partia Demokratike ka ëmbëlsuar Endri Shabanin për ta bërë avokat. Një njeri që deri pak muaj më parë binte gjoksit si tribuni i partive të reja, i cili po luftonte kundër sistemit kalbur të vjetër politikës që ka korruptuar dhe vjedhur vendin për vite e vite me radhë, dhe që me sa duket, sot nga kjo sallë do dalim duke me avokat populli Endri Shabanin, me firmat e PD-s dhe me votat e PS-s. Dhe pyetja ime është, o zotri të PD-s, në qoftë se e quani lebur të Surreli, pse ja hodhë firmat më? Partia Demokratike kërkoi nga Kuvendi të heqë nga rendi i ditës zgjedhjen e avokatit të popullit, por kjo kërkesë u rrëzua me 77 vota kundër.